Axh, a shkojnë fëmijët në shkollë? Një histori që dua ta ndaj me ju, që është ngjarje e vërtetë. Në një ditë me ca miq të mi, organizuam të ndihmojmë disa familje me nevojë dhe shkuam në një familje në një nga fshatrat shqiptare dhe pasi shkuam aty, i dorëzuam ushqimet dhe dulën dy fëmijë, të cilët ishin me rroba tesha të grisura dhe kpucë të shkatruara, të prishura. Dhe aty doli babai i tyre, i cili ishte i sëmur, dhe e pyeta: "Xhaxha, Axh, a shkojnë fëmija në shkollë?" Dhe ai më tha: "O djalë i bekuar, fëmijët nuk shkojnë në shkollë, sepse nuk kam mundësi të blej rroba tesha të reja, nuk kam mundësi t'ju blej librat, nuk kam mundësi me çka t'i çoj në shkollë." Dhe mbeta pa fjalë. Me pikëllim dhe mërzi, vazhdova rrugtimin pasi i dorëzova ushqimin për një muaj. Vëllezërit e mi, besimtarë dhe besimtare, ka shumë familje shqiptare të cilët nuk kanë mundësi t'i shkollojnë fëmijët e tyre. Andaj është mirë të mobilizohemi dhe të angazhohemi në vepra humane, të ndihmojmë në punë të mira, siç tha Allahu në Kur'an, ndihmoni në punë të mira.